mes vendeve europiane. Më vjen shumë mirë që falë këtij bashkëpunimi ne kemi krijuar rrugët për të sjellë ekselencën franceze në Shqipëri. Dje kemi ndezur dritën e jeshile të École 42, Shkolla 42, një ekselencë e Francës në fushën e inovacionit, e cila ka marrë 2000 disa qindra aplikime dhe jam i bindur që pas publikimit të vizitës presidentit dje do të ketë edhe më shumë, sepse akoma informacioni për hapjen e kësaj shkolle inovative nuk është përhapur gjithandej. Kemi ecur me projektin e liceut francez, një kërkesë që komuniteti frankofon i Korçës i ka drejtuar presidentit në vizitën e tij të mëparshme, dhe që sot është në fazën kur ka përfunduar studimi i fizibilitetit, ka përfunduar edhe gjithë ajo pjesa e parë e punës, dhe ne tani do të hyjmë në fazën e krijimit të kushteve për ta nisur procesin mësimor në lice, në godinën e dikushme të liceut francez dhe me shtimin e një sipërfaqe të re për të akomoduar të gjitha nevojat. Po ashtu ne kemi sot në Shqipëri shumë aktive agjencinë franceze të zhvillimit, e cila është agjencia që hyri faktikisht në Shqipëri me nxitjen e presidentit për të ndihmuar Shqipërinë në procesin e rindërtimit pas tërmetit, dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme në Durrës me ujësjellsin e Durrësit, por ndërkohë është këtu për të vazhduar të mbështesë projekte të tjera që prekin energjinë e rinovueshme dhe turizmin e qëndrueshëm. Ne duam ta fuqizojmë marrëdhënien edhe në drejtim të administrimit të ujrave, ku Franca është kampione e inovacionit, kampione e eksperiencës, dhe ka kompani të cilat operojnë në të gjithë botën. Po ashtu kemi folur edhe për mbetjet, dhe edhe në këtë drejtim jemi duke punuar me Francën për të pasur një plan të përgjithshëm i cili të bazohet jo thjesht në strategjinë që ne kemi, por të bazohet në hapa konkret të punës, pasi në procesin e negociatave për antarësim, procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, ky është një kapitull shumë i rëndësishëm dhe këtu ne kemi shumë për të bërë. Kështu që nëse arrim të kemi deri në fund këtë bashkëpunim me ekselencën franceze, do jetë një vlerë e shtuar dhe do të fitojmë shumë kohë. Kemi folur me presidentin dhe për mundësinë e përfshirjes së Francës në ndërtimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë, dhe do të shikojmë më tutje në komunikime drejt për drejta se si mund të materializohet përfshirja e Francës. Dhe në fund fare më vjen shumë mirë që, sepse kjo është diçka sa e vogël nëpër mas, aq edhe kuptim plot sipas meje në simbolikën e gjithë kësaj marrëdhënie, që kur presidenti erdhi këtu herën e kaluar, ishim në shtëpinë e diktatorit Enver Hoxha, e cila ishte zbrazur dhe po fillonte puna për ta transformuar në një qendër kulturore
me bazë rezidencat për artistë shqiptarë dhe nga gjithë bota, falë bashkëpunimit me Fondacionin e Mirinjor Art Explora. Dhe sot do t'jetë shumë një kënaqësi e madhe që ta shoqërojmë presidentin për ta parë tani më në veprim këtë projekt dhe praktikisht kurba e këtij transformimi nga një ngrehinë e degraduar, e mbetur nga shkuara në një ngrehinë që i jep energji Shqipërisë së nesërmes, është pasqyra e këtij bashkëpunimi. Ky është roli dhe kjo është edhe fuqia e shtuar që Franca sjell në këtë bashkëpunim për ne dhe ne jemi thellësisht mirënjohës. Pa diskutim që sot ne ndjejmë Francën shumë afër edhe në procesin e antarësimit dhe nga ana tjetër rajoni ka fituar një mbështetës shumë të qëndrueshëm dhe besnik në të gjitha proceset transformuese, në adresimin e momenteve të vështira që duhen akoma zgjidhur dhe në mbështetjen për përfshirjen e gjithë rajonit në Europën e Bashkuar. Monsieur le Président, je suis vraiment très reconnaissant. Zoti President, jam vërtet shumë mirënjohës dhe ne të gjithë jemi shumë mirënjohës për angazhimin tuaj dhe për vizitën tuaj. Për vizitën tuaj të dytë në një kohë mjaft të shkurtër. Kjo na mbush zemra dhe duhet të punojmë me veten tonë për ta kuptuar që nuk do të jetë kaq e zakonshme që të kemi vizitë të presidentit çdo 18 muaj. Por do të bëjmë më të mirën e mundshme për ta bërë Shqipërinë në sytë e presidentit francez si një vend të rreshtuar me historinë dhe të ardhmen e Francës. Faleminderit.